të njëjta gjona. Tjetër që ishte problemi i një qeverie e cila s'do të na krijon më hendek me Shërban. Edhe kjo qeveri është ajo që e ka kriju ndekun me Shërban, na ka fut masa sankcionuese, na ka kriju krizën e krimin e forcave të armatosura. Edhe prapu votu me 48 deputet. Kjo është tjetër tjetër. Ja, s'është edhe te. Dhe kjo mund na prezantoj si shtet jo funksional. Kjo ka rregulla, demokracia ka rregulla. Krijo për çet kulturë. Ka bë vrejtje pronizoi këtu pas ka pas drejt. Ka pas ke pa debatin. Po vetëm për cilën debatin, prompt për cilën. Po heket këtë kulturën ndërhyjës, mirë ka thonë promaja. Edhe jo funksional nga brenda dhe jo të konsoliduar nga jashtë. Kështu do të na prezantoj para votës. Okej, prandaj kjo ishte edhe arsyeja pse unë ndërhyra dhe mendova që qeveria e fundit, na ka opsionin final. Po, e cila shpëton Kosovën. Po, cila është? Është qeveria me bazë gjerë, është një qeveri gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirëse. Dhe që ka mandat programuar, ndalëvish pak. Ka mandat programuar, jo kushtetues 4 vjetë sa zgjat. Programuar, çfarë do thotë kjo? I kryen temat e veçanta. Ta përfundoj dialogun me marrëveshje finale me njohje. Ta bëj ratifikimin e kufirit. Këtë qijat vinë nga mos ratifikimi i kufirit. Ta bëj reformën në drejtësi, sepse jemi në situatë kritike. Prandaj kemi gjykatë haks dhe ta reformoj sistemin zgjedhor, sepse burimi i destabilitetit politik është sistemi zgjedhor i Kosovës ende. Pse? Çto provën? A është opsionale vetëm pak? A është opsionale kjo? Do ta prit vetëm pak. Prit, mos bë vetëm pak. Kryezi, po e di që ata dëshirojnë të flasën. Cila pyetje? Po. Çka do të thonë? A ka mundësi që kjo situatë, shembull, edhe ky propozim i zotit Berisha, eventual një qeveri gjithëpërfshirëse ti çojë më tutje, ti kryj problemet më të mëdha edhe ta çojë Kosovën në një rrafsh tjetër kur politikanët do garonin me programe zgjedhore dhe me gjitha këto? Ka mundësi. Apo është idil kjo? Sipas mendimit tim ka mundësi, vetëm duhet të i vendosim më lart interesat e shtetit, kombit dhe të vendosim më poshtë interesat personale dhe partijake. A ka pjekuri tek partitë politike që të ka përcejnë? Komandanti i ka thonë shumë bukur, edhe unë pajtohna me atë që duhet bëhet është më mirë. Por a kemi mundësi, a nuk kemi mundësi, varet prej debatit të njerëzve autoritativ të cilat i udhëheqin partitë politike. Po këta që janë... Norma njerëzore, po qëta. A mund të bëjnë këta këtë koncept? Mund të bëjnë. A mund të bëjnë praktikisht? Në aspektin juridik... A kanë vullnet, a shini që kanë vullnet? Në aspektin juridik dhe kushtus, kënë regull. Në regull, nuk ka problem për kushtetuta. Vinë shprejë norma njerëzore. Po, prandaj e ka thënë, edhe presidenti edhe ma herët ka thënë që në këtë kohë mbasi do duhet bëndë takime me partitë jashtë. Presidenti e ka obligim kushtetues. Për të konsultuar gjithë. Është faktori unitetit kombëtar është. A shini që Zoti Albin Kurti, Memri Krasniqi, Lumir Abdigji, Kuramosh Haradinja e kanë këtë vullnet që po e ngacmoni, po e trajtoni. Indikacioni i parë është kërkim falja e Glaukut, që është një djalë shumë i mirë, me letër. Kjo është fillimi i kërkim faljes. Besoj shumë shpejt, me të njëjtën letër ose më të sofistikuar do del edhe Albini. Ju besoni që unë kam marrë ndryshe këto. Kërkim falje Albin Kurti ti po? Po, pse. A e mësuar ta shefsh Albin Kurti me ndonjë? Ne kemi folmar, a ke qenë të verrat e Lukës? S'kam qenë, po e di. A ke dëgju, s'ke qenë, se ke qenë... Kam qenë i vogël. I vogël qenë. Po, këta e në politikë dhe s'ka... 20 milioni njerëz kemi qenë aty. Nuk përfason që di. Unë po vlas politikisht, a mund të bëjnë... A imaginon ti këta? Po, hiq, se imaginoj se e bën. I ka gëlltitur shumë sana dhe gëlltit edhe këtë. Po, pse nuk e kuptoj pse duhet me bo. A i zotripi vynë shumë pak numra cilët e ka komoditetin e botës me i bo. I pari partisë, shikojnë që apo thot profa, i pari partisë, për te nevojës për ta ndërtu qeverinë ka për obligim me mirëmbajt, me u kujdes për dialogun e brendshëm politik. Një vlerë e pamohueshme. Prandaj gjua është më rëndësi. Trenori po thotë s'ka nevojë ta bëjë ta bëjë gjë. Zgjedhje para 2 muajve se ata kanë zgjedhur kjo art një fitues i cili ti vjen shumë pak për me qeverinë. Sepse i ka fituar 48 zgjedhjet bëhen për me nxjerrë. Kushtetuta jo nuk e bën ato. Jo. Ka reagim kemi duhet me qenë arrogant, populli nuk është arrogant. Populli nuk ka votuar për arrogancë. Kush është arrogant? Sikur zonja Albodena Haxhiu. Kush është arrogant në këtë rast, zoti? Albodena Haxhiu nuk duhet me qenë, po them arrogant, prandaj nuk duhet me qenë arrogant, sikurse që dëgjuam deklaratën e zonës Albodena Haxhiu.
Për pushtetin e kam fjalën. Këtë pozicion vendosja e ka marrë prej fillimit dhe i funksionoi. Ata nuk po quajnë qytetarë votues me të madh, nuk e quajnë arrogancë, çfarë ti arrogancë. E dialogut, jo për rëndësinë e ngarendjes për populizëm. Oj dashur. Për merr këto, domethënë, është mendimi yt shumë i mirë, domethënë demokratik, për merr pak si lehtë kjo. Nuk është lehtë me bë qeverinë, ta kesh parasysh. Nuk janë, shikoni ti, shqiptarët janë gjithë shqiptarët së në po bëhen bashkë. Këto minoritetet... Po pëse së në po bëhen bashkë që to që nuk e di pra së në përbes. Pëse po thu? Pa u bloku. A jemi, dhe që pa e mon me nësoj ka zotë hashim thashit për me bëni qeveri. Po e di, le të kalu. Ne me mrena fateve nuk regull jem, krejt jem regull. Ne posajojmë, po besoj që ne posajojmë kriza pa qena. Madje kolegu e qujti që mund shkojnë dhe në Vlavrasi, unë e thash në shanitër tjetër. Ja, prezës shkën ashtë dhe ja, Lavrasi s'kanë bërë shqiptarët ku s'kanë pas shtetë, ja, demokracia krizat zgjedhore çojnë destabilitet. Me inteligencë duhet me zgjedhë problemin me asil dhe se nuk është lehtë me bërë qeverinë, ta kesh parasysh, për shkak minoritet. Për shembull, minoritetet kanë inat në mes veti. Për shembull, përmend Duda Bari, po vjen keq, ajo deputete. Ajo për shembull ka dëshirë me qenë zavenç kryeministër. Unë i kuptoj, për shta me kërkesën e LDK-s. Ose i kem zavenç kryeministër. Edhe i kem këto minoritetet tjera, Ashkali, Rome, tjera, ata asë një herë s'ka qenë sa më i menune, nuk ka qenë asë një herë zavenç kryeministër, s'kanë pas. Kanë dëshirë me pas një ministër, që po thoni kem 3 vota, Bosnjaki kanë 3 vota, Turqi kanë 2 vota. A kupton? Dhe tashi ata i kanë pozicionin me zvete. Janë legjitime. Dhe unë e kam qujt këtë fazën e parë të negociatave kur i kanë dëgjuar kërkesat, ato kanë qenë jo fort të arsyeshme dhe për këtë kemi pas këtë zhagitje për ndryshe. Unë besoj që e thash ta marr të falë zotë Kryziu. E thash në fillim. Dërgimi i kërkesës ndaj LDK-s nuk ka qenë vetëm për se ta kryej një lloj lëvizje të shohut përpara, për çfarë do skenari që mund të vije, po dhe për të ul pazarin e parësyshëm, kërkesat e parësyshme, ose të ma tepër jo racionale të disave aty. Po zoti Kurti e that edhe ju në fillim, që minoritetet në mënyrë kështu shablon blok kanë shku me se cilën qeveri. Ata mund të kenë kërkesa, diçka prej tyre normal që kjo do të ofroj. Po nuk mund i ban këtë zëvendës kryeministra, as nuk mund i jep tonëve ministri, as nuk ja ban ka një komunë me shumicë kësi. Kështu që këtu zoti Kurti besoj në këtë raundin e dytë negociatave, tash i cili unë bequj që kanë bequj të më negociata, jo takime. Ato të parë kanë qenë takime me matë pak impulsin. Tash krejt jemi në dorën e zotit Kurti, donë me bo një qeveri me 62 numra, apo donë me raqun vendin zgjedhje, apo donë me zhagit me raqun zgjedhjet lokale, sepse kur nuk ka qenë pozicion më të mirë zoti Kurti edhe me raqun zgjedhje pra për vetën. Fajnë e mbonaj personalisht nëse vend në shkon zgjedhja, apo? Qa quajmë faj? Përgjithësi. A bani juve diçka më ju thonë? Përgjithësi. E kam një përshtypje. Përgjithësi. Ata vazhdoj atë mesazhet hipotetike që i thash edhe para ti. Mesazhi i Lumirit që i tha të lutem mos baj gore ka pe bane qeverisë se jem kërka. Tash ai pjakten ha çush duja baj se ti më gje mu çush kërka qeverisë bashkë. Kështu që kur man pozicion të mirë, Albin Kurti për me këshyr pozicionin e vetë politik nuk ka qenë. Se më raqun zgjedhje që tash, jo që zbret, po rritet vetë vendosja. Që për ty s'është pozicion të mirë, rritet, po LDK-ja. Unë e menoj që LDK-ja, mis ta thëmë dhe këtë fundit. Mes ta thëmë dhe këtë fundit. Je inkoherent. Ta thëmë dhe këtë. Unë menoj që mrena për mrena LDK-s, madje edhe që i koqitet për 1 ose 2 vota, kanë me lujt në i farë skenari që një marë aty dullet botë qeveria. Trekti votash. Nuk është qeshtje trektie, është qeshtje... Moralit parimit. Dëgjom, e për presidentës si ndodhen, ata nejten... Njët. Po tash ata kalkulojnë si cila është domi më i vogël. Adem Hoxha ka votuar. Leli Adem Hoxha, po flasim për LDK-n. Cili është domi më i madh për LDK-n që të fazë? Nëse shkojmë zgjedhje. Nëse shkojmë zgjedhje LDK-n e mzatë shkatruar. Po e paraqykon rezultatin e LDK-s. LDK pati rritje. Pa çfarë rritje reportë zota ajo mas 4 vjet në opozit, me gjithë ato reforma që i boni, me gjithë ato parë që shun nga oligark, me gjithë ato glamorozitet në fushat, me gjithë ato me menzi dul plus dul që u vjedhën edhe votat e medvetit, LDK-ja nuk është në situatë që don me shumë zgjedhje. Nuk në situatë mirë as parti tjera për të fund. Përveç vetëvendosja. As vetëvendosja? Përveç vetëvendosja. As PDK,
Se do këtë thash i Se vetëm nuk është vetëm pak, Drenar, vetëm pak. Se nuk është vetëvendosja. Se nuk është vetëvendosja në pozitë. Sepse edhe brenda vetëvendosjes ka pafund akuza për Për çka? për deformim të votave nga njëri tek tjetri. Po asnjë nuk duan publik. Dallimi vetëvendosjes. Kësaj radhe s'ka. Dallimi vetëvendosjes dhe për të ata pe menaxhojnë aktualisht këtë Po debat. pikërisht që ky menaxhimi Pe menaxhojnë për brenda. Menaxhimi- Berisha ka thënë i kam marr 40.000 vota. Jo sigurt, thot ka video për deformim. Kështu që ky debat, deformimi i vota brenda partisë nuk është hera parë që ndodh. Po, Me thënë drejt, Drenar. Po, me dal publik. Shiko, Një kryeministër që ka qenë kryeministër. Ma thuj, që po ta tërheqi paralel çka vërejta une. Dhe shefi i grupit parlamentar thotë që ka grup kriminal. Mrena për mra subjektit, kjo për herë Në parë cilin po rast ndodh. je inkoherent po majtë nëzjedhet. Se çështja është, tash po luftohet me këtë lloj teknike të shantazhit, nëse mund ta them ashtu ndaj opozitës. Ju thatë që Kurti është ai që çon në zgjedhje, apo? Realisht nëse zgjon partner ku Kurti edhe ka drejt. vendos. Kurti vendos, apo? Po si ta tjerë s'u bojnë. Tash, S'u bashkohen. cili është argumenti i Kurtit për zgjedhje? Mund t'i përsërit situatat e vitit 2021? Pse mendoni që mund t'i përsërit? Parafërsisht atë është. Pse? Ma thuj argumentin. Sepse thot unë Nëse çova, në vitin 2021 ka thënë kanë rrezuar nga pushteti. Kush po rrezon tash? sepse kanë bo blok, po provojnë me bo blok. Kush? Parti tjera. Se mund se ta ta duri bëjë afrova qeverinë. LDK-s, kërkesë publike s'don me diskutu me mua. qa flet më? Cila LDK? Qa flet, E cila LDK? godit LDK-n? Unë mbajnë mend, sepse mbajnë mend gjithë neve dhe Se po e shikus. godit LDK-n? E cila në mënyrë demokratike ka thënë, unë pikërisht- pajtohem me statusin e opozitarit. Tjetër gjë është që kushtet e saj të forta për të bërë një alternativë anti-Kurti nga opozita në bërë qeverisë, e pamundësun fikën kandidat e shpresës. Tjetër gjë është kjo. Por, dallimi me vitin 2021, Kurti ka thënë dhe ka flajtur, është rrëzuar në kohë pandemi, apo? Tash nuk ka pandemi. Apo jo, Drenori? Nëse ka një Nëse rezultat veni ndikosh e që në zgjedhje, po. në atë kohë thoshte Grenelli nga çon zgjedhje, Grenelli nga rrezuar. Tash ka i bie. Tash ky pe çon vetë mendon ti, do me dalë Ridi te Radojqishi. Ti mendon Radojqishi do me dalë Ridi. Edhe në diçka dhe vetë kam qenë jashtëzakonisht shumë kurrështor me parë rezultate me 9 shkurt.